Bu CHI podcast. Përshëndetje miq, unë përsëri jam. Shpresoj të jeni të gjithë mirë. Kësaj here i kam bërë për betejë, për luftë. Në fakt përpara se të vazhdoj unë me llogjet e mia, duhet të falenderoj Florin dhe Bledarin për donacionet e tyre financiare të majme. Shumë faleminderit dhe do të përdoren si gjithmonë siç premtuar që në fillim për të përmirësuar Buçi podcast më tej. Tani ku e lam me ku na mbeti vaj vatani e mirë Mileti. Vaj këtu në fakt vetëm unë kam, se edhe të gjithë ata që janë, le të themi, ndjeksa të Buçi podcast dhe që e pëlqejnë. Ata që të donin të vazhdonin të shikonin ose të dëgjonin në për aparaturat e tyre. Dje unë kam nxjerrë një video në Instagram, por dhe në të gjitha mediat e tjera sociale që Buçi podcast është, për sa i përket aktualitetit të podcastit dhe shadowbanit që po i bëhet podcastit. Kanë ardhur shumë pyetje në fakt në inbox, duke të pyetur Buçi mos ja fut kote, kupton, pasi mos thjesht nuk kanë qef njerëzit ta dëgjojnë, ose të tjerë që kanë gjëra të tilla, domethënë bëjnë publikime ose paguajnë lek Google-it ose YouTube-it për të dalë të parat në renditje etj. Po deri diku kjo qëndron, domethënë se normalisht Google-i dhe YouTube-i për të bërë lek janë aty në fundit, nuk është se janë bamirësa, por ndryshimi i madh është çfarë ka qenë edhe çfarë është tani. Nëse flasim për një periudhë 4 deri në 5 muaj më përpara, duhet të përmendim faktin që Buçi podcast nëse kërkonte një person që nuk është abonenti Buçi podcast, nëse do të kërkojë Buçi podcast shqip, nuk do dilte gjithmonë përpara, normalisht aty dalin podcaste të tjera, domethënë që kanë edhe më shumë numra, por në shumë herë dhe ata që kanë media dhe shumë lek nga mbrapa. Po gjithmonë dilte, le të themi, kur kishte fat diku nga vendi 4, kur nuk kishte ai shumë fat, dilte nga 6-a, 7-a. Pastaj erdhi periudha ku unë vendosa t'ju bashkangjitesha të mikeshave dhe miqve të mi për sa i përket nismës #dua të votoj 2025 dhe në të njëjtën kohë krijimi të videove të shkurtra, e rubrikës e quajtur shkurtimisht për mbi cilësinë e ndërtimit në Shqipëri, por edhe sigurisë në punë, keq trajtimit të punëtorëve, propagandën, le të themi, përdorimin e keq të imazhit të gjithë secilit e të tjerë. Të fillojmë nga rubrika. Që në videot e para, rubrika ka qenë super hit. Çdo njeri që e ka parë, ka bërë like, ka bërë komente, e ka shpërndar, i kanë bërë save, ka shpërndar linkun. Të gjitha ato janë statsa, domethënë që në TikTok edhe në Instagram është shumë e thjeshtë i gjesh edhe ti konfirmosh se çfarë po ndodh ku, pse qysh tek etj. Shumë nga ato video un jam dashur t'i mbroj në Instagram edhe në YouTube Shorts për shkak se shumë persona bënin report. Tani unë nuk e di që të vë dorën në zjarr që të themi këtë e ka bërë filani apo këtë e ka bërë Fisteku apo e ka bërë për këtë arsye apo për tjetrën, por me hamanjen time mendoj që persona që kanë interesa që ato të zeza mos të dalin, e kanë bërë report atyre videove sepse nuk e di, duan të mbajnë vendin e punës apo i ka thënë dikush bëj report do të heq nga puna ose thjesht janë servilizuar. Dhe ai është vërtet qëndrimi i tyre dhe nuk e dallojnë dot më të mirën nga e keqja. Rregullat edhe në Instagram edhe në YouTube janë pothuajse deri diku të njëjta. Ti mund të përdorësh video nga vende të tjera ose nga krijues të tjerë, por mund të përdorësh ato vetëm nëse ti i përdor si review ose si parodi. Ajo shkurtimisht është në fakt review ose le të themi një lloj miksimi mes reviews edhe parodisë, sepse unë nuk kam asnjë lloj interesi që një video për një rrugë të shkretuar që ata e nxjerrin sikur kanë bërë, nuk e di, murin e Kinës, ta nxjerr dhe unë me të njëjtën arsye, sepse kjo mua nuk më sjell asnjë, por as ju as një tjetri, edhe nuk ka pse të eci si video, por çdo video e rubrikës shkurtimisht është ndërtuar në këtë lloj mënyre që të ngrej, le të themi, pak vëmendje se çfarë po ndodh vërtet dhe pse ato gjëra që po bëhen me një dorë, me një këmbë, me një sy edhe me një vesh.
e thënë në fjalë shqip ose fjalë televizive, është nga ana ime një punë denoncuese për sa i përket punëve edhe angazhimeve edhe përdorimin e taksave publike, e buxhetit publik të Shqipërisë për gjëra gjysmake që normalisht janë të bëra në mënyrë të tillë me qëllim që ata përsëri të ndërtojnë diçka në të njëjtin vend vitin tjetër dhe të vazhdojnë të vjedhin lek pafund. Unë kam pasur një strajk në YouTube Shorts për sa i përket këtyre. Atë strajk pastaj e kam apeluar dhe e kam fituar sepse ishte goxha e qartë sepse që le të themi materiali që ishte hedhur më përpara nga dikush tjetër në rastin e Buçi Podcast ishte përdorur si review. Do të thënë kishte informacion të bashkangjitur. Unë kisha vënë zërin tim, fytyrën time le të themi dhe kisha folur më tej. Ajo është si këto duete që quhen ose split ose ku dëgjon. Pastaj vim tek gjëja e dytë më e madhe që na çoi drejt kësaj situate ku jemi deri tani dhe kjo është lëvizja për votën e diasporës. Tani un kam shumë miq, që mendojnë që nuk është e duhur, po ai shumë, mbas edhe më shumë të tjerë që mendojnë që është gjë e duhur për tu bërë. Debati mbi votën e diasporës në Buçi Podcast është bërë në mënyrën më të përgjegjshme të mundshme, më të pastër të mundshme, më transparente të mundshme. Sa unë kam bërë edhe episodin e debatit ku me mikun tim Mariel Apostoli diskutojmë në mënyrë teje civile, që nuk është parë ndonjëherë me televizionet shqiptare, se janë të gjitha kakofoni, janë kafsh që bëjnë cirk për të marrë klike edhe për të ushqyer njerëzve ja ky tha këtë, ky tha atë. Ne sollëm diçka, domethënë që është standard me aq shtru sa kemi ne dhe me aq aftësi sa kemi ne, por ideja ishte oksfordiane. Ishte goxha larg çdo lloj opsioni tjetër që qarkullon në Shqipëri, pavarësisht sa të aftë ishim ne për të dhënë le të themi mesazhin e duhur apo të pastër apo për të dorë fjalë të bukura apo për të qenë elokuent të tjerë. Ideja vetë në bërtham ishte sublime. Edhe mendoj se kemi bërë një vërtet një punë të mirë. Unë falenderoj dhe Ulianin dhe Arielin për këtë gjë. Në vazhdën e postimeve të ndryshme për sa i përket votës së diasporës, me anë të donacioneve financiare që janë bërë në Buçi Podcast, unë jam munduar disa herë për të bërë axa në lidhje me atë përmbajtje dhe nuk është pranuar asnjëherë pasi konsideroi politike ose partijake, që nuk ishte asnjë nga këto sepse drejta e votës bëhet apo s'bëhet, duhet bëhet apo s'duhet bëhet, është një çështje civile. Do dalloj një ndryshim në cilësinë e zërit tani sepse më duhet ta vazhdoj regjistrimin nga telefoni sepse ndonjëherë mblidhen gjërat në mënyrë të tillë sa as interneti, wifi, routeri nuk po punon për momentin. Por po thosha pak më parë që e gjitha është civile dhe në asnjë moment nuk ka pasur dallime partijake të bëjmë me këtë apo të bëjmë me atë, pasi në Buçi Podcast të gjithë brezi i vjetër konsiderohet si i korruptuar dhe i pa aftë për të sjellë një të ardhme të re për popullin mbar shqiptar brenda apo jashtë kufirit, dhe këtë mahamendja ka shumë element që vërtetojnë përditshmërinë e gjithë secilit. Nuk llogaris këtu asnjëherë supa xhinj apo sufllaqe xhinj. Gjithsesi, nuk ishim aftësi të shpërndanim edhe të bënim aca me ato, e morëm parasysh, provuam të bënim soundbite, video të shkurtra për të shpërndarë mesazhin dhe këto video të shkurtra ti publikonim dhe ti bënim boost, por edhe kjo nuk ishte e mundur pasi edhe Facebooku ku bën pjesë edhe Instagrami për shembull ndajnë të një respektivisht të njëjtën policy ose rregullore që ndajnë dhe platformat e tjera. Kështu që normalisht detyruam duke i bezdisur njerëzit edhe duke i bërë tag në për le të themi video të ndryshme dhe duke ju lutur të shpërndani. Edhe pavarësisht se gjithçka filloi le të themi si një përpjekje thuajse dëshpëruar, por si një lojë, ne qelloi që ishim jashtëzakonisht shumë të suksesshëm, ku le të themi një pjesë e madhe e personave që janë në mënyrë digjitale ose prezente në terren treguan interes ndaj fushatës sonë online dhe na mundësuan dhe na ndihmuan të shpërndajmë le të themi mesazhet tona që ishin në predominancë digjitale aso kohë
në shumë audienca që për ne ato kohë ishin të reja dhe që nuk mund t'i kishim arritur në një mënyrë tjetër. Me miq tanë që janë gazetarë ose që punojnë për televizionet të ndryshme, ne arritëm domethënë që të merrnim një val të vëmendjes televizive, pavarësisht se këto ishin emisione dytësore apo tretësore në fillim. Ishte çështje kohe sa ne të ftoheshim ose personat e tjerë televizisht të ftoheshin në, le të themi, emisionet të ashtu quajtura prime time shqiptare për të folur për këtë çështje. Diaspora për Shqipërinë e Lirë tregoi interes ndaj fushatës tonë, pasi ata ishin të parët që kishin nisur, le të themi, atë lloj çështje me gjykatë ngushëtuese. U bë disa kohë më vonë edhe çdo gjë filloi të bëj më serioze. Protesta kishte masive, kishte në terren, kishte në shumë qytete të Europës, por edhe të Amerikës ku shqiptarë jetojnë, gjithë secili doli me pankarta nduar, e la punën, i la fëmijët ose i mori me vete atje dhe doli, le të themi, të tregonte një farloje vullneti që shife se ne nuk kemi vdekur, ne akoma duam të arrim diçka. Dhe pavarësisht se mund të mos jetë bërë ai lloj ligji ashtu siç dëshironim ne, ose ashtu siç shumë nga simpatizantët e kësaj nisme do të kishin dëshirë, ai ligj përsëri u bë. Në një mënyrë apo në një tjetër, emigrantët duhet të votojnë. Pra kjo ishte një fitore. Problematika e gjithë kësaj fillon, le të themi, me temat e podcastit që unë trajtoja në ato kohë. Unë kam gjithmonë e kam dëshirë që në qoftë se njerëzit janë të gatshëm për të folur për, le të themi, problemet dhe hallet e përditshme të shqiptarëve, normalisht unë e bëj me qef. Duke u futur në këto ujëra, domethënë, fillojnë ndjehen luhatjet e para të statikës së numrave. Se normalisht po ta keni vënë re andej para episodeve 100 edhe kusur, ka pasur Buçi Podcast një boom natyral të jashtëzakonshëm. Atëherë s'kishte as monetarizim, as lloj gjëje. Ke parasysh edhe vetë disa episode pavarësisht problemeve teknike që mund të kenë pasur etj, kanë ecur jashtëzakonisht shumë mirë. Njerëzve i ka pëlqyer, e kanë shpërndar, edhe ka arritur, le të themi, rekorde, jo vetëm për Buçi Podcast, por edhe për shumë podcast të tjerë të pavarur shqiptar. Nuk po flas për ato që i kanë shitur shpirtin shejtanit. Si çdo lloj nisme tjetër, si çdo lloj biznesi apo ku dëgjon çfarë mund të quhet, domethënë, mbas një mali kulminant suksesi gjithmonë ka një livadë ose një gremin të zezë që duhet kaluar. Dhe ajo periudhë kaloi dhe pastaj filloi rritja konstante e vogël nga episodi në episod, por deri diku numrat ishin konstant. Mbas episodeve mbi lëvizjen, siç po ju tregoja pak më përpara, po ndjehej një lloj rënje drastike që ishte literalisht shumë e pashpjegueshme. Me kalimin e kohës edhe me anë të donacioneve që unë kam marrë, domethënë kam bërë investime në podcaste për software etj, dhe normalisht jam munduar gjithmonë që të sjell një kualitet teknik, por jo vetëm më të lartë nga episodi në episod të Buçi Podcast. Dhe nga logjika nuk bënte sens që si shpjegohet kjo lloj rënje, por unë gjithmonë e konsideroja okay, mbase kjo nuk ka qenë interesante ose mbase njerëzit nuk kanë dashur të dëgjojnë podcast në këto momente, ose mbase thjesht janë pushime, nuk kanë qejf të dëgjojnë këto lloj gjërash, por gjithsesi gjithmonë atë krimbin e kisha që shife se diçka ka. Por e injorova për një kohë të gjatë. Jo më pak se sa 3 javë përpara, pasi jam kthyer nga Korfuzi ose përpara, nuk e mbaj mend fix. Një miku im që kam njohur në Ilirian Brains, që nuk ishte akoma abonent, më thoshte: "Buçi, si është emri i podcastit në YouTube, se nuk më del." Thash, plak, është unik, nuk ka tjetër që i afrohet, as të huaj nuk e që konsiderohen ose le të themi shkruhen Buçi Podcast. Tha, po kërkoja podcast të shqip dhe atje nuk dilte, tha, dhe kur jepja Buçi Podcast, dilte kështu në fund fare. Që zakonisht nga ana algoritmin, nëse jep emrin ashtu siç është, duhet dali, domethënë, direkt pa bërë scrolling fare, do të jesh i aftë ta shohësh kanalin se për çfarë bëhet fjalë. Gjithsesi, kjo ishte pika akoma më lindi pak dyshimi në fakt. Dale vëlla, çfarë po ndodh? Pse nuk i del njerëzve? Kur
dikush kërkon podcast shqip, nuk del. Kur prej muajsh tashmë emri zyrtar është bërë për efekt që të jetë më i thjesht për të qetur nga njerëzit, jo për ndonjë gjë tjetër, se është vetë shpjegues. Nga Buçi Podcast është bërë Buçi Podcast shqip me mendje të hapur, domethënë duhet dilte në motorët e kërkimit, si Google, si YouTube, por kjo nuk ishte kështu. Kthehemi pastaj tek e gjithë gjëma e madhe. Para 2 javësh pothuajse, nuk e kam mbushur akoma, unë marr një, le të themi, njoftim nga YouTube që thot materiali që ke përdor është material që konsiderohet si i ripërdorur, që domethënë e ka bërë dikush tjetër më përpara dhe ti po e nxjerr përsëri. Ky material që konsiderohej nga YouTube si i përdorur ishte material ekskluziv i Buçi Podcast. Ishte një material që merrej nga episodi 127 me Mirean, ku ne flasim për bioteknologji, e më thash. Pastaj bëra appeal dhe thash si ka mundësi se kush mund ta ketë hedhur këtë tjetër, domethënë që e paska marrë unë nuk jepej asnjë lloj informacioni, thoshte thjesht copyright claim reused material. Unë atë e apelova edhe fitova, pastaj video e qëndroi atje. Një ditë pas asaj, për një nga memet me spakta ngjellën duket apo diçka e tillë, edhe pse është në shorts, edhe pse është parodi në këtë rast, u konsiderua prapë si materiali i ripërdorur. Tani, unë duke ditur se çfarë Acromaxi bën edhe çfarë zagarësh janë ata, që nuk lën asnjëri të ngrej kokë për çfarë lloj gjëje, sepse normalisht duhet i përgjigjen dikujt në fund të ditës, vendosa që më mirë ta heq atë videon se sa të riskoj tani apelime mbas apelime, domethënë thjesht për disa klike, për disa view më shumë, dhe e vendosa ta hiqja atë video. Ndërkohë që unë hiqja videon, në adresën e emailit më vjen një njoftim nga YouTube-i, monetarizimi i kanalit është pezulluar për shkak se është përdorur disa herë video që i përkasen dikujt tjetër, që prap sipas ligjeve të vet YouTube-it është, le të themi, e pranueshme. Tani ku qëndron gjithë strumullari? Unë mund t'i bëja appeal kësaj, por për t'i bërë appeal ose review, kërkohej që mos të kishe fshir asnjë video që nga momenti kur kjo ishte hequr. Kur e drejta e monetarizimit kishte hequr. E drejta e monetarizimit është hequr fix 4 minuta para se dhe unë të hiqa videon me Spartak ngjelen, por nuk e kisha vënë re sepse ishin në email dhe unë kam qenë nga aplikacioni YouTube Studio në telefon duke hequr këtë video për të mos rrezikuar gjithë materialin tjetër. Nëse unë do të bëja një review ose një apel YouTube-it, nuk do të rishihej ose do të ishte një, le të themi, konkluzion i keq për mua, sepse më bësh appeal vetëm nëse nuk e fshir video që prej momentit që është dhënë ky vendim. Edhe unë nuk përfshihem atje sepse unë kam fshir video, pra një video short, nga momenti që vendimi është marrë. Ishte mënyra tjetër e YouTube-it pasaj që duhet të arrije orë shikimi përsëri, dhe një numër abonuesish përsëri dhe të aplikoja nga e para. Edhe gjitha kjo shahmati që unë mendoj që mbase nuk ka gjë në qëllimshme, por qëlloj momenti dhe situata që unë i kam bërë gol vetes në atë pjesë, është se për shkak se episodet e fundit nuk ishin performuar aq mirë sa duhej, orët e shikimit për disa muaj si e kanë ata fix, nuk do ta shoh, mund ta shoh tash live diku. Orët e shikimit për periudhën kohore që ata dëshironin. Për shembull, për mua nuk ishin të plotësuara. Unë isha poshtë orëve. Pra në 3 muajt apo 4 muajt e fundit kërkonin, nuk e di, diku te 4000 orë. Dhe unë jam aftësisht tani te 3600. Kështu që mua nuk mbetet asnjë lloj gjë tjetër vetë të pres që podcasti të marrë një, le të themi, shtys tjetër, të marrë një mal të ri, domethënë që të heci në mënyrë të suksesshme, në mënyrë që të aplikojë përsëri nga e para. Edhe gjithë mortja e kësaj pjese është se
podcasti nuk del asgjë kundi atyreve që nuk janë abonues, edhe nuk lejohet më, le të themi, publiciteti, që nuk e diua përmendëm përpara, por kjo është shumë e qartë tashmë. Mua nuk më lejohet të bëj publicitet për asnjë lloj materiali të Buçi Podcast për momentin, dhe arsyeja që jepet është unsupported video, kur unë kam bërë, domethënë, me video të tjera të njëjtit lloj më përpara, a 1-2 herë nuk e mbaj mend. Edhe jam tash në një vorbull, domethënë, që publicitet nuk i bëj dot. Njerëzit nuk e gjejnë dot, por mua më duhen përsëri volumi i orëve për të riaplikuar dhe të pres nëse ata, domethënë, do i qefi për të pranuar përsëri. Por që me të gjithë feedbackun që ata kanë dhënë, siç është gjithmonë tek këto kompanitë e tekut, është i pakuptueshëm, nuk ka asnjë lloj shpjegimi të thjeshtë se çfarë duhet hequr apo çfarë nuk duhet bërë dhe çfarë duhet bërë. Vetëm ai gjë thosh që të mos të bllokohesh, duhet të mos përdorësh videot të tjerëve etj. Kështu që mos përdorësh nga social media të tjera ku më thet thashë, që asnjëra nuk është e saktë me Buçi Podcast. Dhe për ta aplikuar përsëri, unë duhet të pres normalisht deri në dhjetor, deri në mes të dhjetorit. Domethënë që të bjerë akoma më grop podcasti, që të jetë akoma më vështirë. E shkoni, do të them edhe një gjë, se Lifetime podcasti ka bërë diku tek 130 euro. E kupton? Monetarizimi ka filluar para një viti, ma mendja, dhe në gjithë kësaj kohe unë kam bërë 130 euro, që i bie pothuajse, I don't know, i bie 11 euro në muaj. Kështu që nuk është asnjë gjë. Edhe mua nuk ato lek as nuk i kam tërhequr, sepse kanë dhe një threshold ata që nuk mund të tërheqësh nëse s'kap deri diku. Po kjo nuk është e gjitha gjëja. Ideja është që të lidhura me këtë që është i quajtur monetarizim, janë dhe shumë gjëra të tjera, vizibiliteti për të tjerët. Unë asnjë lek nuk kam parë, as nuk kam dashur, ose le të themi nuk ka qenë qëllimi im të shoh lek ndonjëherë, se nuk do kisha bërë të njëjtin material nëse do isha i fokusuar te leku. Por e gjithë gjëja është që tani na kemi futur në një vorbull kështu, e kupton, into the abyss. Edhe si duhet të dalim një orë më përpara. Këtu do doja të marr kohën, si ndryshe nga çdo herë tjetër, që le të harrojmë donacionet e budalliqet e tjera për momentin. Unë nga të gjithë dëgjuesit, dashamirësit, shikuesit, fansat, shokët, miqt e Buçi Podcast, por jo vetëm, do kërkoja me përulje që deri në dhjetor të tregoni një support paksa më ndryshe, sa herë që dalin episodet e reja të shkoni, t'i shihni, t'i klikoni, mundësisht nëse është e mundur t'i lini playable in the background also, që le të themi të arrijm ata angazhimin e duhur për të dalë nga vorbulla dhe për të aplikuar përsëri, sepse për momentin nuk kam asnjë lloj zgjidhje tjetër. Prandaj juve që po dëgjoni këtë podcast, jeni të lutur, ai sa keni mundësi nga koha juaj e përditshme, për atë 1-2-3 minuta që do ju marri ky aksion, për të hapur faqen e YouTube-it të Buçi Podcast dhe le të themi për të dëgjuar disa episode, ose për të hapur një video apo shortsa etj, për të lënë like dhe komente pafundse. Angazhimi i madh i një kanali, sado të bëhet shadow ban ai, është e pamundur të injorohet, se në fund të fundit YouTube-i do të përfitojë. Nëse YouTube-i përfiton sepse shumë nga ju do qëndrojnë edhe do dëgjojnë Buçi Podcast në vend se sa të rini në Facebook apo në Instagram, atëherë normalisht ata leku ndjekin, sepse është vetëm e gjë që njohin. Kështu që kjo është luja ime ndaj jush gjithëve, që e doni Buçi Podcast, që e suportoni, që e mbështesni Buçi Podcast, që në mënyrë që t'jemi të aftë të vazhdojmë këtë nisë së bashku gjithmonë, unë ju kërkoj në mënyrë të drejtë për drejtë mbështetje për të arritur numra dhe kushtet e reja që na vë diktatura e YouTube-it për të arritur, në mënyrë që të vazhdojmë të bëjmë të njëjtin material, të vazhdojmë të nxjerrim njerëz që nuk kanë antivlera por vlera, njerëz që nuk janë të korruptuar por të pastër, njerëz që nuk vjedhin por japin, edhe për të mbajtur frymën gjallë, le të themi, siç e konsideroj unë, të këtij pishtari të vogël, pas në
e themi pikturën e gjerë do ishte thjesht një fije shkrepse, por një fije shkrepse ndezë edhe mullarin, kështu që le të shpresojmë të gjithë për më të mirën. Bëni like, subscribe, comment, shpërndani me miqtë tua, kjo është shumë e rëndësishme, kjo është gjë më e rëndësishme si në media sociale, por edhe në YouTube. Nuk është e domosdoshme të juhet ta shpërndani me dikë edhe për njerëzit që kanë siklet, domethënë se nuk duan ta dërgojnë njerëzve thonë bo lëna me këto se skemi nerva etj etj. Mjafton të shtypësh butonin share në YouTube, edhe copy link apo etj etj dhe algoritmi e njeh për të tillë. Nuk ka nevojë ta dërgosh gjikundi. Do ishte shumë mirë, në qoftë se doja dërgoje dikujt që ta shifte, ta dëgjonte, të linte edhe ai mendimin e tij, edhe një like, edhe një subscribe apo këtë dëgjon ose asgjë nga këto. Ose ta bisedonte me shokët e tij, ja dërgonte edhe dikujt tjetër. Ajo do ishte gjëja më perfekte, domethënë. Por unë dua që ti bëj baby steps edhe kushdo që e ndjen lehtësim për të bërë diçka të tillë, do ju ftoja që thjesht në për episode të ndryshme të lini like e komente tuaja, të bëni play videove të ndryshme, mbas se ka episode që ju nuk i keni dëgjuar ose ka episode që do i ridëgjoni përsëri apo monologe apo hapësira publike, apo muzikën klasike që unë publikoj në YouTube dhe vetëm në YouTube, jo në ato kanalet e tjera ku shpërndahet podcasti. Këto gjëra mua do më ndihmonin shumë, pasi do më rrisnin vizibilitetin dhe ti lutemi algoritmit pasaj që të na marri përsëri në duart e tij dhe të na lej të bëjmë rehat atë që bëjmë ne më mirë, që është të mos gënjejmë dhe të bisedojmë me njëri tjetrin në mënyrë të kulturuar. Jemi diku tek 4.000, 5.000 në TikTok, më duket, edhe 4.000 në Instagram, por edhe 1.700, 1.800 subscribers në YouTube. Sikur vetëm ata që kanë bërë subscribe, të hapnin videon kur i vjen njoftimi, ne do sillte një ndryshim shumë të mirë, shumë shpejt. Gjithsesi, nuk po e zjas më këtë sepse nuk dua t'ju bezdis, kjo ishte gjendja emergjente për sa i përket podcastit. Dhe duke shpresuar se shumë nga ju do i përgjigjen kësaj thirrje, kësaj kërkese publike për ndihmë. Unë ju uroj gjithë mirat, qofshi mirë dhe ridëgjohemi episodin tjetër. Bashkë miru pafshim. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.